e mira është që ky Albin Kurti më në fund, mas gjithë kësaj papjekurie politike, u detyrua ata të tërhiqet personalisht. Pra, dhe kemi thënë dhe ritheksojmë se qeveri Kurti 3 nuk do të ketë asnjëherë në Republikën e Kosovës. Mentaliteti Albin Kurtit, por edhe i krerëve apo eksponentëve të lëvizjes vendosje është infantil, apo infantilizëm politik, papjekuri totale politike. Apo më me thonë sjellje e pejtin e gjeri, ku egzaltosh për një sukses që ta ka jep populli pra 42% dhe jo nuk e njehni kompromisin, pra nuk e njehni bashkëpunimin, nuk e njehni partneritetin. Pra për 8 muaj, përveç ofendimeve dhe sjelljeve infantile, pra të papjekura, papjekuri politike totale, kemi arritur në pikën ku u detyrua gjykata kushtetuese të lëshoj 3 aktgjykime. Dhe që si ishte fare nevoja për asnjë aktgjykim, sepse edhe në 95 e Kushtetutës të Kosovës e ka përcaktuar se si zgjedhet qeveria, por dhe rezultati pra fitues relativ i bie që duhet ta bëni një aleancë paraprake, duhet ta bani një marrëveshje politike me një subjekt tjetër politik për ta siguruar 61 vota, qoftë për zgjedhjen e kryetarit, i cili zgjati më shumë 7 muaj, qoftë që u bë probleme dhe zgjedhja e kryetarit pakicës serbe që është konsideroj në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, sepse kemi edhe një rast që është hapur atje nga partia që i ka fituar zgjedhjet në emër të pakicës serbe, pra lista serbe, dhe ky dekretimin e presidentës e shohim si instrumentalizim i komplet apo instrument i lëvizjes vetëvendosjes, sepse po ta shikojmë në 95 edhe gjykimin e gjykatës kushtetuese 2014, atje thuhet që është në diskrecion të presidentës, që kush i ka gjasat më të mëdha. Pra, nuk është e mundur që presidentja, e vetmja ajo në Kosovë, të bindet se i ka gjasat Glauko Njufca, kur e kundërta është partitë opozitare, deklaratat e liderëve politik të opozitës, thanë se nuk ja jepim votin, nuk kemi bashkëpunim dhe përderisa lëvizja vetëvendosje nuk e siguroi një bashkëpunim me një parti politike, pra që ta kishim parë në televizion, publiku, që arritin një marrëveshje politike, atëherë të gjithë do të mendonim se i ka gjasat për ta bërë qeverinë, por edhe thanë nuk do të bëj marrëveshje me asnjë parti politike dhe e mira është që ky Albin Kurti më në fund, mas gjithë kësaj papjekurie politike, u detyrua ata të tërhiqet personalisht. Pra dhe kemi thënë dhe ritheksojmë se qeveri Kurti 3 nuk do të ketë asnjëherë në Republikën e Kosovës dhe nuk do të ketë as qeveri Konjufca 1, sepse nuk bëhet kështu. Nuk lejon sistemi jon kushtetues dhe papjekuria politike do të na çojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.